Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. E kam kap e para Florin. Soni Mala i flet për sherrin me Jonida Malishin. Një avantazh ju dha dje Soni Malaj gjatë spektaklit në Prime. Pasi kishte fituar sfidën e javës, Agaje vendosi këngëtaren para një zgjedhje tunduese për të marrë informacion nga bota jashtë, të përdorte inteligjencën artificiale ose të lexonte se çfarë kishin shkruar portalet për të gjatë qëndrimit në fermë. Soni zgjodhi këtë të dytën, por u përball me tituj që e lan të habitur. Ndër lajmet që u shfaqën në ekran, më i bujshmi ishte një titull që përfshinte një trekëndësh të supozuar. Moll sheri mes Jonidës dhe Sonit, Flor Mumajesi, si dhe lajmet të tjera që aludonin për ironi dhe debate për roba firmato mes dy këngëtareve. Me njëherë pas përfundimit të Prime-it, Soni ka mbledhur fermerët e tjerë për të sqaruar situatën, duke u shprehur revoltuar me lajmet e rrema që qarkullojnë jashtë. Ajo ka hedhur poshtë me bindje çdo lajm për debate me Jonidën dhe ka treguar habinë e saj për përfshirjen e emrit të Flor Mumajesit. Rena komplet. I thash Arbanës, a jam për një prillin këto? Ishte gjoja kur kam pasur unë me Jonidën debate, që ne kemi pasur gjë tjetër komplet. Kur ka dalë Jonida, unë u mërzita se ishte konkurrente fort dhe vërtet u mërzita. Titulli Soni ironizon Jonidën kam qarë kur doli ajo, ishte të merr. Tjetra, Soni ka dy rroba firmato. Una se kam si shprehje këtë gjë. Kur s'kam pasur debat me Jonidën, kur në jetën time. Moll sheri kishin vendos edhe një emër tjetër Florin. Moll sheri me Jonidën për çfarë? Unë kam qenë e para e fejuar me Florin. Jam dar, tashmë kam kalamaj, s'kam lidhje fare. Futja kot. Me këtë reagim të prerë, Soni jo vetëm që sqaroi raportin e saj me Jonidën si një marrëdhënie pa asnjë konflikt, por tregoi edhe se si titujt e portaleve mund të shkëpusin situatat nga konteksti për të krijuar drama aty ku nuk ekzistojnë.